kjo nuk është pozita, ishte rinja serbe, ndërmorën një udhëtim me bicikleta. Po. Nga Serbia deri në Strasburg dhe pastaj nga Strasburgu deri në Bruksel në këmbë. Është një formë kjo, sepse takon mitetet huaj, takon të huaj, flet çfarë po ndodh. Edhe sot janë tu në prandim janë më të aftë të shpjegojnë çfarë po ndodh në Serbi se çfarë po ndodh në Shqipëri, ndërkohë që Shqipëria është shumë e rëndë se Serbia në aspektin e vjedhjes. Fundi korrupsioni që rëndësohet sot në Serbi është korrupsioni që çoi në atë aksidentin tragjik në Novi Sad, që u shëmb stacioni i trenit dhe i pati 16 të vdekur. Edhe kjo ishte si thua në Serbi, kjo ishte ai elementi që bëri të fillon televizia protestuese, sepse u tha që para të korrupsionit nuk bën që ajo vepra që u bën në Novi Sad, ai stacion treni, u ndërtua keq dhe kjo çoi në 16.000 jetësh. Po në Shqipëri bëhet fjala për miliona. Edhe pse sot në Evropë popujt evropian nuk e njohin mirë këtë situatë në Shqipëri. Tu duhet punuar. Dhe kjo, nëse unë bëj një paralelizëm me rinë serbe, pse jo rinia shqiptare apo të rinë të PD-s të Shqipërisë të marrin me bicikleta të shkojnë në Itali me tragetë që andej pastaj të njëjtën ndjejnë në Bruksel, ja trukës pastaj këtë gjithë shqiptarë të Italisë, që vi rrotull, ke mediat, ke dhe ti shpjegon, ja pse unë po protestoj, ja çfarë po ndodh ke neve.